Me kthyer sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për skandalin në vazhdim në fakt të çështjes së turshive me pesticide të iniciuar nga qendra alert që vitin e kaluar e që duket që me këtë autoritet kombëtar ushqimi nuk po gjen zgjidhje. Një çështje mjaft e lehtë për të zgjidhur për konsumatorët dhe atë çfarë duhet bëj AKU çdo ditë. Jam në vijim të këtij programi me zonja Angelina Voksani, eksperte sigurisë ushqimore, pedagoge dhe ish drejtore e vlerësimit të riskut, vlerësimit dhe komunikimit të riskut në AKU. Zonja Voksani, për shkak të edhe tyres time gjatë dhe profesor Sulaj që do t'ikte, nuk jo e morët fjalën në pjesën e parë, por do kemi gjithë kohën e mundshme për ta diskutuar. Pa pyetje, një koment njërë për gjithë atë hyrjen time, ndoshta edhe çfarë u diskutuar në pjesën e parë. Në fakt, mua nuk më çuditin shumë. Ato deklaratat dhe ajo kakofoni e-mailesh, ku prevalonte mbi të gjitha interesi, nëse ne do të nxirnim në një të dhënë të operatorit biznesit, që unë nuk e kuptoj, sepse aty nuk flitet për një patent, nuk flitet për një kartë teknologjike, nuk flitet për të dhënat të cilat mund t'i shfrytëzoj një operator biznesi tjetër. Pra këtu bëhet fjalë për jetën e qytetarit shqiptar. Dhe më besoni, në të gjitha ligjet europiane që kanë cituar, të gjithë operatorët e biznesit bashk, të gjithë të dhënat sekrete që mund të quhen të operatorëve të biznesit nuk prevalojnë qoftë edhe në jetën e një konsumatori. Ne jemi konsumator dhe shëndeti i njeriut prevalon mbi të gjitha të dhënat sensitive që mund të ketë biznesi. Ky është një problemi më i madh në atë deklarat. Përveç të tjerave, unë kuptoj që këto, siç kanë filluar së fundi, janë deklarata që bëhen nga çati, si duket, sepse edhe fjalit nuk kishin lidhje me njëra tjetrën. Në fakt, mund mos i kemi lexuar të plota, por përmbajtja ajo është, sepse aty bazën ligjore që citon gjithmonë AKU nuk e lexova. Gjithsesi, pra, unë nuk e kam fjalën te baza ligjore, por tek ato që ti më tregon se sa i rëndësishëm është laboratori ku ke kryer analizat. Unë si konsumator jam i shqetësuar të di sa nga ky produkt unë kam konsumuar. Juve me të drejtë, nëse nuk gaboj me shifrat, thatë që janë 13 milion kilogram të importuara. 13.6 milion kilogram për 10 muaj. Për 10 muaj. Për 10 muaj. Dhe kjo nuk është një sasi e vogël, pavarësisht se ne relativizuam dhe thamë që ky nuk ka ndonjë risk. 13.000 ton për 10 muaj nuk është një sasi e vogël. Për hir të vërtetës, do të thotë që ne kemi goxha edhe turshi. Problemi që unë mendoj se është kryesori është mungesa e transparencës nga institucioni për konsumatorin. Ku qëndron kjo mungesë? E para, në ato 24 analiza, kanë dalë 4 analiza. 28, 4 kanë dalë jo konform, që i bie gati rreth 20%, pothuajse. Dhe 20% e analizave është një trend shumë i madh, është shumë i lartë për të mos u shqetësuar dhe për të mos e marrë në konsiderat. Është shumë i lartë sinqerisht. BE-ja ju e dini ka 0,1 deri 0,2%, 2% maksimumi. Pra 20% është 10 fishi i trendit ku ne duhet shkojmë, pra Europës. Dhe mungesa e transparencës ne nuk dim, pra kë 20% e para, ku është shpërndar? Cilat kanë qenë kompanit, këto 4 kompani, cili ka qenë numri i lotit? A janë marrë dhe lotet e tjera të kësaj kompanie në treg, pra edhe ato që kanë ardhur përpara, pra që kanë një datë skadence, dhe ato që kanë ardhur pasi është marrë, sepse ju me të drejtë thoni që nga shkurti. Pra, sa kanë qenë subjektet që janë kontrolluar, sepse aty u përmend që ka një plan veprimi, një plan i mirëfillt monitorimi, brenda vetes vetë, ngrihet një plan i veçantë monitorimi është pikërisht mbi shqetësimin e një risku potencial të shtuar që prek konsumatorin. Dhe në këtë rast, plani i veprimit përcakton qartë shpërndarjen gjeografike, subjektet në të cilat do të kontrollohen, frekuencën e tyre dhe natyrisht dhe numrin e mostrave që do të merret. Dhe numri i mostrave, juve me të drejtë përmendët kompani që nuk ishin fare.